Londër, qyteti që nuk fle asnjëherë gjumë. Koha kur nuk është mjaftueshme për të parë të gjithë qytetin, por po sikur të ishte, si do t'ja bëja? Do të nisja ditën me një kafe. Dhe për të lëvizur gjatë qytetit, do përdor mënyrën time të preferuar të transportit në Londër. Trenat në toksor, ndërkohë që në sipërfaqe është kaos, mbi popullim, punime rrugore dhe shumë kalime këmbësore. Mënyra më e shpejtë dhe efikase për të parë qytetin janë trenat në toksor. Në këtë video do të ndalojmë në çdo stacion të linjës rrethore ose Circle Line, që në fakt ka qenë rrethore deri në vitin 2009, ku më pas janë shtuar disa stacione të tjerë, duke bërë linjë spirale me 36 ndalesa në total. Megjithatë, ne do të bëjmë rrethin origjinal, rreth perimetrit të zonës së parë në Londër. Do të ndalojmë në çdo stacion të bëjmë diçka ndryshe. 27 ndalesa në një ditë. Zot, çfarë dite! Për të kryer një rreth të plot në 27 stacione, duhen afërsisht 49 minuta. Duke marrë parasysh që do ndalojmë në çdo stacion të rrethit, xhiroja do të zgjasë gati 10 orë. The next station is Baker Street. Atëherë fillojmë shëtitjen në Baker Street. Do thoni pse këtu? Sepse ky është një nga stacionet në toksor më të vjetër të trenit në botë. Dhe nuk mund të mendoja për një vend më të bukur për të nisur xhiron e sotme. Sapo dalim nga stacioni, do të pritemi nga statuja e Sherlock Holmes. Sherlock Holmes është një personazh i trilluar, është në fakt një detektiv që është shumë i dashur për vendasit. Është aq i dashur sa madje kanë bërë edhe një muze për atë, i cili ndodhet pak më larg. Por çfarë mund të bëjmë këtu? Dy gjëra më vijnë ndërmend. Këtu pranë ndodhet Regent's Park, është një park shumë i madh i bukur, ka tematika nga shtetet e ndryshme, si për shembull Japonia, gjithashtu është dhe kopshti zoologjik. Ndërsa në anën tjetër, te nga rruga ndodhet dhe Muzeu Sherlock Holmes që përmenda pak më parë. Gjithashtu ka dhe një dyqan suvenirësh për bandën muzikore Beatles. Shkojmë t'i hedhim një sy. Këtu pra pas meje ndodhet Muzeumi Sherlock Holmes, por tani është mbyllur. Megjithatë kemi ardhur për të shkuar tek dyqani i suvenirëve të grupit Beatles. Ndodhet këtu pranë, shkoj ta shohim. Këtu jemi ke dyqani i suvenirëve të Beatlesve. Është mbyllur edhe ky sepse jemi pak herët. Nuk është fillimi më i bukur për këtë video, po s'ka problem, kemi shumë ndalesa plot, kështu që vazhdojmë te ndalesa tjetër. Mind the gap between the train and the platform. The next station is Edgware Road. Pamje bukur apo jo? Këtu jemi në Edgware Road, ndalesa e dytë. Nuk është se ka shumë për të bërë këtu, por ky ndalesë është e rëndësishme, pasi këtu kemi dy opsione. Ose të shkojmë në Hammersmith, të vazhdojmë spiralen, ose të shkojmë në rrethin origjinal. Kështu që vazhdojmë në ndalesën tjetër për në Paddington. The next station is Paddington. Stacioni Paddington, ky është një nga stacionet më të rëndësishëm të Londrës. Mbulon kryesisht pjesën perëndimore të Mbretërisë së Bashkuar. Trenat mbulojnë kryesisht nga Londra deri në Swansea, por dhe deri në Penzance. Ky stacion gjithashtu është i famshëm, pas këtij stacioni është emërtuar Arushi Paddington, i cili është shumë i dashur për vendasit. Sipas historisë, në vitin 1956, personazhi i autorit pa një arush tek stacioni i trenit dhe e mori me vete në shtëpi. Pas kësaj ngjarjeje, në vitin 1958, autori i personazhit, Michael Bond, inspirohet të shkruajë për radhën e parë për arushin Paddington, dhe pjesa tjetër është histori. Këtu jemi pak larg nga stacioni Paddington. Ky vend i këtu quhet Venecia e vogël dhe është një vend goxha i lezetshëm. Ka varka piktoreske që shtrihen gjatë kanalit artificial, i cili është 22 km i gjatë. Fillon nga Southall dhe përfundon këtu në Paddington. Më pëlqen ky vend pasi nuk ka shumë vende si ky në Londër. Është diçka e rrallë, por megjithatë, potencialin e plot e tregon gjatë pranverës edhe verës. Kur pemët mbushen plot jeshil dhe më shumë e rit, mund të bësh një xhiro me vark, e cila përfundon në Paddington. Shkojmë t'i hedhim një sy. Këtu ndodhemi në fillim ose në fund të kanalit. Ky është një vend shumë i bukur me kafe, restorante, pube dhe madje edhe sinema. Tani ideale do të ishte të qëndronim në një kopësht i cili lundron mbi ujë, është pak më mbrapa meje, por kemi shumë ndalesa akoma për të bërë, kështu që vazhdojmë. Pasi gjithashtu kemi edhe një kohë shumë të bukur në Londër, e cila është diçka shumë e rrallë, kështu që vazhdojmë me shëtitjen. This is Bayswater. Bayswater, kjo ndalesë nuk është shumë e njohur, por është shumë e veçantë, sidomos për shqiptarët që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, por dhe ata që vinë për vizitë, për diçka që ndodhet pak minuta larg. Shkojmë t'i hedhim një sy. Ky pra është busti i Gjergj Kastriot Skënderbeut.
është përfunduar në vitin 2012 nga Bashkia e Westminster dhe është dedikuar Shqipërisë për shënimin e 100 viteve pavarësi. Të them të drejtën, është një ndjesi shumë e bukur, do thoni është një boost. Është e vërtet, por në fakt nuk të del mundësia çdo ditë të shikosh një memorial të një nga herojve më të mëdhenj që ka pasur Shqipëria. Është diçka shumë e bukur që nuk e rekomandoj dot mjaftueshëm nëse ndodheni pranë Bayswater. Ndërkohë, vazhdojmë në ndalesën tjetër e cila është Notting Hill Gate. Vazhdojmë. Këtu jemi në Notting Hill Gate. Nuk është se ka shumë për të bërë, por në rrugën qendrore që ndodhemi këtu, ka shumë kafe dhe restorante. Shkojmë të marrim diçka për të bërë ose për të ngrënë. Erdhëm në një kafe daneze, këtu erdhëm marrim një kafe dhe një ëmbëlsirë tradicionale, është me kanellë. Kjo hahet pa pirun, hahet kështu. Edhe të na bëjë mirë dhe do vazhdojmë me ndalesat e tjera, e cila duhet të jetë High Kensington Street. Kensington High Street. Këtu në fakt ka shumë gjëra për të bërë, si për shembull të vizitosh pallatin Kensington ose Hyde Park që ndodhet 15 minuta me larg. Megjithatë, çfarë më pëlqen të bëj kur vi këtu është të vi te kjo kisha që ndodhet 5 minuta larg nga stacioni. Edhe është një vend shumë i bukur për të ndarë nga ajo zhurma e qytetit dhe trafikut. Është shumë qetësi edhe e rekomandoj jashtëmase. Është për të bërë diçka ndryshe gjatë shëtitjes sot. Kështu që nëse jeni këtu, e jeni hidheni një sy sepse hyrja është falas. The next station is Gloucester Road. Gloucester Road, kjo është ndalesa e 7. S'më besohet që kemi dhe 20 ndalesa akoma, por le të shohim se çfarë mund të bëjmë këtu. Në fakt di një lagje gjasme rustike ose piktoreske. Shkojmë të hedhim një sy. Atëherë, arritëm këtu jemi në Kines Mews, ndodhet pak më larg nga stacioni Gloucester, edhe është një lagje rustike, piktoreske, quajeni si të ndoni, por është shumë bukur, njerëzit vinë për të bërë foto. Dhe patyshim është më bukur gjatë pranverës edhe verës, kur këto gjërat në përmure mbushën me jeshil, por edhe tani është shumë bukur, ja vlen të vish të bësh një xhiro, sepse duket si nga ato lagjet disa vite më parë. Vazhdojmë te ndalesa tjetër që s'e mbaj mend, por duhet të jetë South Kensington. Ikim. Këtu jemi në South Kensington. Këtu pranë ndodhet Knightsbridge, një nga lagjet më të shtrenjta në Londër, me shtëpitë me çmimin mesatar afërsisht 3.2 milion euro. Kjo është diçka që nuk e dëgjon çdo ditë, apo jo? Por po si t'ju tregoj diçka që nuk e shikon çdo ditë. Shkojmë ta shohim. Pas meje shtëpia Hall ose Thin House. E veçantë e këtij vendi është pasi apartamentet këtu janë vetëm 1.8 metra të gjerë. Diçka që më bëri përshtypje dhe doja vetë të vija ta shikoja. Por e bukur e këtij vendi është se disa vite më parë, disa apartamente janë shitur në një vlerë prej 800.000 pound secili. Sado që sharake që duket, vendodhja është vendodhje, pasi këtu jemi në një nga 3 lagjet më të shtrenjta në Londër. This is Sloane Square. Kjo është një nga vendet që është më bukur gjatë natës në krahasim me ditën. Për shkak të dritave festive që i kanë akoma, dhe pse është muaj mars, këtu nuk janë lodhur t'i heqin dhe t'i vënë prapë, sepse ti vesh dhe t'i heqesh në çdo pemë është një torturë dhe mirë bën që i lejnë, pasi i jep atë atmosferën e bukur. Këtu ndodhemi në Sloane Square. Edhe nuk është se ka shumë për të bërë këtu, përveç muzeumeve që i gjen praktikisht kudo rreth Londrës. Megjithatë, këtu jemi pranë Chelsea-t, një nga lagjet më të qeta dhe më të shtrenjta në Londër. Aty është një nga lagjet që më pëlqen më shumë, është e bukur, është shumë ngjyrshe, piktoreske. Shkojmë të hedhim një sy edhe vazhdojmë. Bayswater Street, kjo është nga lagjet më shumë ngjyrshe në Londër. Këtu në fakt kanë bërë një përpjekje të gjatërojnë pak atë pamjen e një jetë të shtëpieve. Këtu i kanë lyer, i kanë bërë shumë ngjyrshe dhe është një vibe shumë i bukur. Është gjithashtu ideal për ato fotot e Instagramit, i cili ky vend frekuentohet shumë në çdo stin, kështu që është diçka që ndoshta duhet vizituar. Vazhdojmë në ndalesën tjetër, e cila është një nga ndalesat më të rëndësishme në Londër. Ikim, vazhdojmë. This is Victoria.
Victoria. Ky stacion është quajtur mbas mbretëreshës Victoria. Shërben për 3 linja nëntoksore dhe 20 platforma kurrëllore që shërbejnë për jugun e Anglisë. Si mund të harroj të stacion? Pasi këtu mësova pak a shumë si të përdor transporti publik. Mbaj mend kur kam ardhur 6 vite më parë, erdha nga aeroporti Gatwick në këtë stacion edhe kisha për të shkuar në Basildon. Si për çudi, ja dola dhe preva biletën për Basildon edhe erdha ke ata televizorat mrapa, po prisja cila platformë është për në Basildon. Po prisja, edhe asgjë. Dhe si përfundim shkoj tek një punonjës e pyes, "Ore më falni, thash, ku është treni direkt për Basildon?" Edhe më thot, "Nuk ka tren direkt për Basildon, por duhet t'i ndërrosh." Në atë moment u shtanga pak se s'dija çfarë të bëja, ishte e hera parë. Por mbaj mend qellun disa pasagjerë shumë të këndshëm, shumë të mirë që më ndihmuan, ku të hipja dhe ku të zbrisja, edhe si përfundim ja dola të shkoj në Basildon. Sa herë që vinë në këtë stacion, më kujtohet gjithmonë ai fillimi kur kam ardhur në Angli. This is St. James's Park. Jemi në St. James Park. Ky është një nga parqet aktual mbretëror, i cili gjithashtu në këtë park ndodhet dhe pallati Buckingham ose Buckingham Palace, aty ku jeton aktualisht mbreti Charles. Gjithashtu, kjo mund të thush është i gjithë një kompleks, një park, pasi prapa pallatit gjithashtu ndodhet dhe Hyde Park, pastaj ndodhet Kensington Palace, pallati Kensington, dhe mund të them është një zonë gjigante. Çfarë më pëlqen këtu është sepse këtu shef një anë tjetër të Londrës. Njerëzit vinë këtu për t'u qetësuar, relaksohen, edhe thjesht kanë atë qetësinë dhe kalojnë një kohë të bukur me vete. Në krahasim me përditshmërinë që janë në trafik ose nxitojnë në punë ose në një miting dhe është diçka shumë e bukur. Pastaj është pallati Buckingham, është një nga vendet më të vizituar këtu në Londër dhe para pallatit ndodhet memoriali Victorias. Besari që vi këtu kam një pyetje, ajo statuja në maj, a është Val Flori apo jo? Se di, por do ta gjejmë. The next station is Westminster. Kemi në Westminster, ndoshta stacioni im i preferuar në Doksor. Dizajni dhe mënyra si është ndërtuar është thjesht si nga e ardhmja, më pëlqen jashtëmase. Këtu jemi në urën e Westminster, një nga vendet më piktoreske dhe turistike në qytet. Me orën e Big Benit në sfond, që më në fund kanë hequr ato skelat rreth rrotullores, të cilat kanë qenë për 6 vite duke mbuluar këtë monument ikonik. Po pse është dashur kaq shumë kohë që të rregullohet? Për shkak të Covidit, për shkak se është dashur gjithashtu shumë kohë për t'u bërë mirëmbajtjet e nevojshme. Por e rëndësishme është që sot sa dite ora funksionon dhe mund të admirohet nga jashtë, por edhe në brenda, me qoftë se mund të gjeni bileta për të shkuar dhe në parlament, por edhe të shikoni orën nga brenda. Ikim. Në anën tjetër të lumit kemi London Eye, ose rrota, se bëj shaka, po më pëlqen shumë vizualisht pasi i jep një karakter qytetit, ose në fakt është bërë simbol për qytetin e Londrës. Dhe pse është bërë goxha kohë që jetoj këtu, nuk kam bërë asnjëherë xhiro, sepse ndoshta nuk është për mua, ose do preferoja më shumë të bëja xhiro me varg gjatë lumit Amis, ose të bëja ndonjë gjë tjetër. Mundësitë janë të shumta këtu, si dhe ndalesat që kemi. Shkojmë ke ndalesa tjetër e cila është Embankment. Ikim. Embankment ndodhet vetëm pak qindra metra larg nga Westminster. Çfarë mund bëjmë të vallë? Në qoftë se vini këtu, do ju sugjeroja të vini te kjo ura që quhet Golden Jubilee. Kjo është ndërtuar së bashku me stacionin e trenit hekurorëllor që shkon në Charing Cross dhe mbulon kryesisht pjesën jugore të Anglisë. Megjithatë, arsyeja kryesore që ju thash të vini këtu është për këtë pamje piktoreske pas meje. Kemi London Eye edhe Big Beni. Asa është kjo fantastike? Wow! Jemi pothuajse në gjysmë të rrugës, këtu pak më larg nga Embankment është Covent Garden, gjithashtu është dhe Chinatown. Të shkojmë të ham diçka pasi s'kemë ngrënë gjë gjithë ditën. Ikim. Këtu jemi në Trafalgar Square, kjo është një nga zonat më të bukura që më pëlqen. Zakonisht këtu është plot njerëz dhe në fakt është plot njerëz. Prapa kameramanit ndodhet dhe Galeria Nacionale që është shumë e bukur. Hyrja është falas këtu, por kërkon bilet ose rezervim, diçka që nuk është shumë nuk është se funksionon shumë për videon e sotshme, pasi nuk e dim se çfarë orari mund të jemi këtu, por nëse jeni këtu, hidhini një sy edhe kënaquni këtu sa shumë bukur. Ikim. Kemi një restorant brazilian,
veçoria e këtij restoranti është se mund të hash mish pa limit. Do hajmë si shpejt dhe të vazhdojmë me ndalesat e tjera se kemi akoma, kemi goxha, por vazhdojmë. Edhe ikim. The next station is Temple. Temple, ky është një nga vendet e mia të preferuara gjatë lumit Tamis. Sidomos tani që është mbrëmje dhe më pëlqen më tepër për shkak se mund të shohësh ndërtesat që reflektojnë në ujin Tamis. Gjithashtu, këtu është dhe një bar latin që sugjeroj jashtë mase, quhet Salsa, është shumë i bukur. Ja vlen ta vizitoni dhe vazhdojmë në ndalesën tjetër, Blackfriars. Ikim, vazhdojmë. Ikim. This is Blackfriars. Blackfriars, ky stacion përmban 2 ndalesa nëntoksore, gjithashtu ka edhe një stacion hekurudhor. Kjo ndalesë është veçantë, në fakt kjo është ndalesa më e veçantë që njoh këtu në Londër, e cila është me xhama, domethënë gjithaj kalimi që kalon nga ana tjetër e lumit Tamis është me xhama, dhe përveç kësaj nuk është se ka ndonjë gjë tjetër për të bërë, por tani gjatë mbrëmjes ka pamje të bukura nga lumi Tamis dhe ka një ndriçim të lezetshëm për të bërë fotografi gjatë mbrëmjes. Mansion House. Sa herë që vi këtu vetëm diçka më vjen ndërmend. Të vi të shoh katedralen e St. Paulit, e cila është ndërtuar në shekullin e 17 dhe është një nga ndërtesat e mia të preferuara në Londër. Është shumë e bukur. Ju sugjeroj të vini tek kjo ura këtu, quhet Millennium Bridge, ura Millennium, dhe besoj është një nga pamjet më të bukura që mund të kesh nga katedralja. Vazhdojmë me ndalesën tjetër që është Cannon Street. The next station is Cannon Street. Cannon Street, kjo është një nga pak stacionet që ndodhet në perimetrin e City of London, i cili nuk duhet ngatruar me Londrën që të gjithë njohin. City of London ka qeveri, kryetar bashkie dhe policinë e vete. Në fjalë të tjera, është qytet në vete. Por nga ana financiare është vendi më i rëndësishëm në Londër, pasi këtu ndodhen shumicat e bankave dhe ndërtesave financiare. Dhe pse është vetëm 2.9 km2, ka aq shumë rëndësi për ekonominë e shtetit. Nëse çetisni rreth zonës këtu, mund të shikoni rënoja nga muret që janë ndërtuar nga romakët. Sepse 2000 vite më parë, romakët themeluan Londinumin ose Londrën që njohim sot. Me fjalë të tjera, gjithë ky horizonti me ndërtesa dhe qellgërvishtese që do të tregoj në video është City of London. The next station is Monument. Monument, nuk e maj mend çfarë ndalese është kjo, por tu ndodhemi në London Bridge, e cila nuk duhet ngatruar me Tower Bridge që ndodhet pak më tan. Pas meje është Shardi, ndërtesa më e lartë në Mbretërinë e Bashkuar, edhe ofron një pamje vizuale shumë të bukur tani gjatë mbrëmjes. Megjithatë, do të shkojmë në anën tjetër, do marrim diçka për të ngrënë, pasi çfarë harruam të marrim ëmbëlsirë. Ikim, vazhdojmë. Kemi ardhur në anën tjetër të lumit Tamis, nga ana tjetër e London Bridge. Erdhëm në një dyqan korean, japonez, nuk e di, por kanë këto pakeket shumë të mirë, të cilët janë me mango. Një minutë sa ta hap. Edhe janë 2 pankeka në këtë pako. Pankeka janë këto po krepe. Mango pancake thot. Pra, janë kështu të vegjël, janë si jastek, janë shumë të mirë. Janë brenda me copa të vërteta prej mango, edhe krem pana, edhe 2 opsione ke, o e pëlqen ose e urren. Nuk ka në midis. Personalisht, mua më pëlqen shumë, por nuk e di për ju, si ju duket si ide, është diçka që do e provoni, apo jo? Ta bëj mirë, shumë mirë. Kështu pra është brenda. Keni fokus në kamerë? Ja. Turn it off. Sa po dalim nga stacioni në të majtën tonë, ndodhet dhe kulla pas meje quhet Monument of Fire. Hyra kushton £6 dhe për të shkuar lart duhet të ngjisë shkallë si një spirale. Domethënë £6 për të bërë pak servitje. Se di. Ikim. The next station is Tower Hill. Tower Hill, kjo është ndalesa e 19. Dhe pa kemi dhe mbarojmë. Mezi po pres mbarojmë. Megjithatë, sa po dalim nga stacioni,
do të gjejmë këto Renaultat e mureve romake që ju thash pak më parë, ose siç i njohim sot, City of London. 8 vite janë dashur për të kompletuar këto dy kulla pas meje, të cilat formojnë një urë. Tower Bridge ndoshta është monumenti më i bukur në Londër, së bashku me orën e Big Benit. Për mua janë dy monumentet më të bukur në të gjithë qytetin, edhe bukura është sa herë që vi këtu më duket sikur i shoh për herë të parë. Edhe të vish këtu dihet që duhet bërë një foto, pasi çdo herë është ndryshe. Aldgate nuk është se ka shumë për të bërë këtu, përveç kësaj ndërtese pas meje, që gjithmonë e kam quajtur Veza, por në fakt ka formë plumbi dhe emri aktual quhet The Gherkin. Ka një format të ngjashëm për shembull me Sky Garden që ndodhet pak më larg. Hyrja është falas dhe po ashtu si Sky Garden, gjithashtu ka dhe bar dhe restorant në maj dhe mund të shikosh një pamje fantastike të qytetit. Tani pyetja është a futemi dot? Jo, por do ju tregoj disa pamje nga Sky Garden, kështu që mund të bëni një zgjedhje ku doni të shkoni. Vazhdojmë tek dalesa tjetër, Liverpool Street. Ikim. The next station is Liverpool Street. Liverpool Street, ky është stacioni i trenit më i ngarkuar në të gjithë Anglinë. Për vitin 2024 ky ka pasur 95 milion pasagjerë. Shërben për 5 linja nëntokësore, gjithashtu ka dhe 19 platforma hekurudhore. Ky është një stacion që t'jep atë ndjesinë sikur ndodhesh në një nga ato filmat e Hollywoodit, kur kamera qëndron lart dhe shikon njerëzit duke ikur në punën e tyre. Megjithatë, do të dalim jashtë në një market që quhet Spitalfields Market. Të hajmë ndonjë gjë, po gjetëm ndaj pulë skuqur do ishte ideale, ose ndonjë suvenir. Ikim. Erdhëm pak më larg, erdhëm këtu në Spitalfields Market, pak më larg nga Liverpool Street, me pritshmëri të mëdha, por është mbyllur, ose në fakt janë mbyllur për rikonstruime, riparime. Oh no. Kështu që ikim në ndalesën tjetër. Si në shtëpi. Si kjo statuja ke kësaj vis pas me nuk jeni përgjetur në çdo vend të Londrës që do kërkoni. Më kujton shumë fëmijërinë kur shkoja shëtitje në male. Shumë i bukur. Ikim. The next station is Moorgate. Moorgate është një nga stacionet më të vjetër në botë. Stacioni shërben për 4 linja nëntokësore, po ashtu dhe një platformë hekurudhore. Stacioni është i njohur për përplasjen Moorgate, e cila ka ndodhur në vitin 1945 për shkak të një gabimi njerëzor. Atëherë vdiqën 46 njerëz dhe shumë të tjerë u lënduan. Përveç kësaj, ky stacion nuk është se ka shumë për të bërë, por janë bërë disa orë që kur kemi pasur kafen e fundit, kështu që di një vend shumë të mirë për të pirë kafe, shkojmë të marrim sepse na duhet një kafe, jemi lodhur. So, we want to go to... The next station is Barbican. Këtu jemi në stacionin Barbican. Këtu erdhëm që të shkojmë në Barbican Center, por fatkeqësisht edhe kjo këtu ishte mbyllur, por nuk është se kemi humbur ndonjë gjë, kush e di. Pasi është diçka e njëjtë me atë kompleksin ose me atë vendin që ishim në mëngjes në Paddington. Kështu që vazhdojmë në ndalesën tjetër dhe është pak vonë tani, po shpresojmë të gjejmë ndonjë gjë hapur. Ikim. Stacioni Farrington. Ky stacion është i njohur për klubet e natës, si për shembull Fabric, është shumë i bukur, është një nga klubet më të mëdhenj të natës në Londër. Hidhni një sy sepse është shumë i bukur. Gjithashtu këtu është një nga marketet më historike të Londrës, është Smithfield Market, është një market mishi i cili ka një histori prej 800 vitesh, por thuhet që në pak vite do e mbyllin për shkak nuk e di pse, është për të ardhur keq sepse ka 800 vite histori, por do e mbyllin edhe do kishim shumë dëshirë të shkonim ta shikonim tani, por nuk është hapur akoma. Hapet në orën 12 të natës deri në 7 të mëngjesit. Del pak nga programi jon, kështu që shkojmë në King's Cross, një nga dalesat më të mëdha në Londër. Ikim. The next station is King's Cross Companion. Ky nuk është stadium, duket si stadium, por është një nga dizajnet më të bukur që më pëlqen këtu. Dhe është stacioni nacional King's Cross St. Pancras. Shumë i bukur.
King's Cross St. Pancras. Ky është nga stacionet më të ngarkuar në Londër. Ky stacion ndahet në 3 sektor. Është një sektor për trenat nëntoksor, është një sektor tjetër për trenat hekurudhor, të cilët janë nacional. Edhe sektori i tretë dhe i fundit, edhe më i bukur për mua, është sektori internacional. St. Pancras International është një nga stacionet më të bukur për mua. Ka këtë hotel ose godin që është para stacionit edhe thjesht nuk poshtet. Për mua është stacioni më i bukur në Londër dhe është një arkitekturë fantastike. Next station is Euston Square. Euston Square, këtu s'ka asnjë gjë për të bërë, po asgjë. Kisha bërë plan të shkoshim në library, në bibliotekë, por është mbyllur, është vonë tani. Xhira nuk na eci sipas programit, por është mbyllur, kështu që s'kemi çfarë të bëjmë. Shkojmë tek ndalesa e fundit, edhe ta mbyllim këtë video se u lodhëm. This is Great Portland Street. Kjo pra, Great Portland Street, ndalesa e fundit, më në fund o zot që po e them, kjo është ndalesa e fundit. Këtu pas meje është kulla e bitis telefonike, më mbahet mend, kam qenë disa vite më parë këtu. Kam qenë një pjesë shumë e shkurtër e një projekti për ridekorimin, edhe ishte hera parë që pash qytetin e Londrës nga një lartësi, më duket nga kati 35. Një kujtim shumë i bukur. Gjithashtu këtu pranë ndodhet në stacioni i ardhshëm ku nisëm Baker Street edhe parku Regent's Park. Edhe mendoj ishte një ditë shumë e gjatë dhe shkojmë në Baker Street për ta mbyllur. Iku dhe treni. Mbaruam. Baldo Feresht. Mbaruam pra, erdhëm, jemi në Baker Street, jemi këtu ku filluam në mëngjes. Diçka që filloi me gëzim edhe si sfidë, u përfundu në diçka si torturë edhe lodhje. Është diçka që nuk e rekomandoj njeriu, është një nga videot më të lodhshme që kam bërë. Pasi jemi nisur këtu në Baker Street nga ora 9 të mëngjesit, ora tani është 12:10, gati 15 orë për të bërë 27 ndalesa rreth e qark Londrës. Nuk e rekomandoj fare, është shumë e lodhshme si për mua dhe kameramanin që ndodhet pas. Por gjithashtu Xhiro ka pasur dhe momente të bukura. Ajo shëtitja në mëngjes kur erdha këtu, bëra ca video në Regent's Park, ishte bukur, njerëzit dilshin për vrap, mund të shihni ato patat, ishte bukur. Pastaj St. James Park, gjithashtu ishte shumë i bukur me njerëz, ketrush të vegjël që kishte aty, edhe pallati, dhe ishte një atmosferë shumë e bukur. Gjithashtu duhet të shtoj dhe ata ushtarët apo ata të mbretërisë, sidoqoftë që bëshin atë ceremoninë apo ritualin, edhe ishte shumë e bukur. Dhe për ta mbyllur, faleminderit në qoftë se keni qëndruar deri në këtë moment me videon. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, nëse ju ka pëlqyer bëni një like, koment, ndoshta dhe subscribe për të parë videot e tjera. Kjo pra ishte videoja për këtë herë, deri atëherë, shihemi në videon e radhës. Faleminderit.